Nderit kryetar, të nderuar deputet, projektligji për shërbimin e jashtëm Republikën e Shqipërisë nuk është thjesht një përditësim teknik i një ligji ekzistues. Ai është një ndërhyrje reformuese që lidhet drejt për drejt me objektivin strategjik të Shqipërisë, antarësimin Bashkimin Evropian. Procesi i integrimit evropian nuk është vetëm një proces teknik negociatash. Ai është një proces transformimi tërësor institucional, ku çdo hallkë e shtetit duhet i përgjigjet sfidës së antarësimit. Shërbimi i jashtëm është një nga instrumentet kryesor për ta çuar përpara këtë proces, për të ndërtuar besim tek partnerët dhe për ta përfaqësuar Shqipërinë si një vend serioz, i besueshëm dhe i përgatitur për antarësim. Në këtë kuptim, projektligji që kemi përpara nuk është thjesht një ligj për diplomatët. Ai është një ligj për integrimin, sepse vendos standarde më të larta profesionalizmi, meritokracie, transparence dhe koordinimi institucional, pikërisht në një moment kur vendi ynë po përshpejton ritmin e negociatave. Ligji aktual është produkt i një kohe tjetër, i një realiteti tjetër politik dhe gjeopolitik. Për më shumë se një dekadë, bota ka ndryshuar me ritme të shpejta, ndërsa diplomacia jon ka mbetur e lidhur me struktura dhe rregulla që nuk i përgjigjen më nevojave të sotme. Ky projektligj është pikërisht përgjigja ndaj kësaj nevoje. Një riorganizim i thellë institucional dhe profesional për ta përshtatur diplomacinë shqiptare me ambicjet e kohës së re dhe me kërkesat konkrete të procesit të antarësimit në BE. Ndryshimet e propozuara sjellin përfitime konkrete për të gjithë, duke nisur nga qytetarët shqiptar brenda dhe jashtë vendit, tek shoqëria civile, biznesi, diplomatët dhe vetë institucionet tona. Për qytetarët rritet niveli mbrojtjes së të drejtave të tyre jashtë vendit. Përmirësohet ndjeshëm efikasiteti i shërbimit konsullor, ndërsa jeta kulturore, artistike dhe identitare e shqiptarëve në diasporë merr mbështetje më të strukturuar e më të qëndrueshme. Për shoqërinë civile krijohen kanale të reja për fajsimi dhe pjesëmarrjeje në hartimin dhe zbatimin e politikave të jashtme. Kjo e bën diplomacinë më të hapur, më gjithëpërfshirëse dhe më të lidhur me energjitë e shoqërisë. Për biznesin, projektligji lehtëson hapjen e posteve konsullore dhe misioneve të reja diplomatike që do të shërbejnë si ura konkrete lidhëse me shtetin shqiptar dhe tregjeve ndërkombëtare. Njëkohësisht për herë të parë krijohet një strukturim më i qartë i përpjekjeve lobuese për të lehtësuar hyrjen e bizneseve të huaja në tregun shqiptar dhe për të mbështetur sipërmarrjen shqiptare jashtë vendit. Sa i përket diplomatëve, përfitimet janë të shumta. Ligji i ri fuqizon statusin e tyre, përmirëson trajtimin financiar për diplomatët në detyrë dhe familjet e tyre, vendos një sistem më të qartë karriere dhe forcon parimin e meritokracisë. Në aspektin ndërinstitucional, projektligji krijon bazat për një bashkërendim shumë më të efektshëm mes institucioneve shtetërore, në mënyrë që zëri i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare të jetë më i fortë, më i koordinuar dhe më koherent. Duke u ndalur në disa nga risitë kryesore, projektligji rregullon në mënyrë të qartë dhe transparente procesin e emërimit dhe përfundimit të mandatit të drejtuesve të misioneve diplomatike dhe posteve konsullore, si dhe të personelit diplomatik e konsulor. Njëkohësisht forcon kriteret profesionale për rekrutimin e diplomatëve të karrierës, duke bazuar në standarde akademike dhe profesionale më të larta. Ligji aktual ka boshllëqe të dukshme në këto procedura. Projektligji i ri i mbyll këto boshllëqe dhe krijon një sistem më të parashikueshëm, më transparent dhe më profesional. Një risi e rëndësishme është krijimi i zyrave ekonomike dhe qendrave kulturore pranë përfaqësive diplomatike. Në praktik, kjo krijon një zinxhir të strukturuar përfaqësimi dhe lobimi që nis nga Tirana dhe shtrihet në të gjithë botën, duke e bërë diplomacinë shqiptare më aktive në fushat ekonomike, kulturore dhe publike. Një element kyç i reformës është struktura e re e akademisë diplomatike, e cila do të rrisë profesionalizmin e diplomatëve dhe do të thellojë bashkëpunimin me akademi homologe në vendet partnere. Modelet e marra si referencë janë ndër më të mira ndërkombëtare, ku këto institucione nuk janë vetëm qendra trajnimi, por edhe qendra të formimit mendimit strategjik në marrëdhënie ndërkombëtare. Ndër risitë e tjera kryesore janë forcimi i kritereve të pranimit dhe integritetit në shërbimin e jashtëm, përfshirë verifikimin e sigurisë dhe të figurës, kërkesën për të paktën 2 gjuhë të huaja, ku njëra zyrtare e OKB-s, si dhe trajnimin e detyrueshëm në akademinë diplomatike.
hapja e sistemit për emrime jashtë karrierës diplomatike, por vetëm për individ me karrierë spikatur ndërkombëtare, duke përfshirë ekspertë dhe profesionistë që kanë shërbyer në organizata ndërkombëtare. Përvoja e tyre do të njihet edhe për efekt të llogaritjes së gradave diplomatike, rregullimi më i detajuar i karrierës dhe hierarkisë së gradave me përcaktime më të qarta për kriteret dhe afatet minimale të avancimit. Përmirësimi i skemës së trajtimit financiar dhe i statusit familjarëve të diplomatëve, përfshirë rregulla më të qarta për sigurimet, arsimimin e fëmijëve dhe mbështetjen për bashortin apo bashorten që shoqëron diplomatin në detyrë. Rritja e moshës përfitimit të trajtimit për fëmijët nga 18 në 23 vjeç, si dhe zgjerimi i këtij përfitimi për fëmijët me aftësi ndryshe pa kufizim moshe. Parashikimi i instrumenteve më fleksibël kompensimi, sipas kostos së jetesës, zonave me rrezikshmëri dhe detyrave specifike. Ky projekt ligj nuk është vetëm një dokument teknik. Ai është shpreha e një vizioni të ri për diplomacinë shqiptare, një diplomaci më profesionale, më e hapur ndaj shoqërisë, më e lidhur me ekonominë dhe më e përgatitur për sfidat e kohës. Viti 2026 është një vit vendimtar për Shqipërinë. Është viti një përpjekje historike për të përshpejtuar dhe përmbyllur procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Në të njëjtën kohë është një vit ku vendi ynë duhet lundrojë në një mjedis ndërkombëtar të paqëndrueshëm, me kërcënime që vijnë nga aktorë të tretë të interesuar për destabilizimin e Europës dhe Ballkanit. Në këtë realitet, diplomacia shqiptare duhet të jetë më aktive, më e strukturuar, më e koordinuar dhe më e sofistikuar se kur më parë, në mënyrë që zëri i Shqipërisë të dëgjohet qartë dhe me autoritet. Për të arritur këtë, nuk mjaftojnë vetëm përpjekjet individuale diplomatëve apo drejtimi politik i ministrisë. Nevojitet një strukturë e re, më e fortë, më funksionale dhe më e drejtë, që u jep diplomatëve mjetet, qartësinë dhe mbështetjen që u takon. Kjo strukturë e re gjendet e mishëruar pikërisht në këtë projekt ligj që kemi sjellë sot përpara jush. Pa pretenduar se është perfekt dhe duke mirëpritur komentet tuaja, ky ligj nuk reformon vetëm diplomacinë, ai përcakton mënyrën se si Shqipëria do të flasë me botën në dekadën që vjen. Faleminderit.